Gjenerata e maturantëve të vitit 1974-75 në gjimnazin e Tetovës janë takuar pas 50 vitesh për të shënuar edhe njëherë natën e maturës. Rreth 50 maturant të asaj gjenerate, sot sërish ishin bashk, të cilët ndanë dhe emocionet dhe kujtimet gjatë viteve kur ishin maturant në këtë gjimnaz. Pjesëmarrësit janë shprehur të kënaqur që edhe njëherë takohen. Sot e kemi atë orën plotësuese, që se kemi mbajt para 50 vjetëve, e ndjej një kënaqësi të madhe që do t'jem unë në pranin e tyre, e jo ato në pranin time, edhe mburem shumë me vajzat që i kemi janë të shkëlqyera, të arta. Ndërsa sa për sukseset e tyre, e di se janë afër 29 mjekë vetëm mjek, në arsim, në inxhinjere janë. Biznismena i kemi në mes tyre, po inshallah u jep zoti shëndet edhe 100 vjetorin e festës kështu bashkë. Generata e maturantëve të vitit 1974-1975 kremton 50 vjetorin e maturës. Me rastin e 35 vjetorit të maturës, kam cekur se kjo gjeneratë do të mbrin të feston 50 vjetorin, ndërsa jam i sigur se në 100 vjetorin e maturës të gjithë do të jemi së bashku. Gjenerata 74-75 feston 50 vjetorin, që është një privilegj shumë i madh, edhe unë e kam di se kjo është një ditë e veçantë, edhe për mu personalisht, edhe për gjeneratën tonë, edhe enka s'ka marrë për këtë rast, edhe jam shumë e lumtur që jam mesin e gjithë shoqeve shokve, që njëkohësisht janë si vllazën edhe motrat tona. Ky organizim është organizim magnifik, sepse të kujtojnë të kthen mbrapsht 50 vjetë. Më thanë, në moshën kur më të mirë të jetës time. Është kënaqësi e madhe të takoj shokët dhe shoqet e klasës, po edhe të gjeneratës time. Gëzohem që për ata që janë gjallë dhe më vjen keq për ata që nuk janë në mesin tonë. Grumbullimi i maturantëve të gjeneratës 1974-75 u bë në oborin e gjimnazit Kiril Peqinović, ku fjalë rasti mbajti organizatori i këtij eventi Shaban Sinani dhe profesori Genc Kuriu, ndërsa maturantët vazhduan tek restorant Ara, ku kishin organizuar një pasdite gazmore dhe me muzikë me këngëtarin Jetmir Rexhepi.